Miqtë mi, po i ndaj me ju këtë fjalë si nën dhe si një qytetare që e do vendin e vet, e që ka besim se fjala e ndershme dhe veprimi me ndërgjegje kanë fuqi për të zgjuar shpresë dhe përgjegjësi. Një maj ishte dikur një ditë krenarie, festoi me flamuj, me këngë, edhe pse me fytyra të lodhura, por gjithsesi të buzëqeshura. Ishte një ditë për ata që me duart e tyre ndërtuan Shqipërinë, rrugë, fabrika, ura, jetë. Ata nuk ishin milionerë, por ishin shtylla e këtij vendi, nuk kërkuan privilegje, kërkuan vetëm respekt dhe e fituan me djerës dhe ndershmëri. Sot një maj është i heshtur, puna është fyer, djersa është përdosur, ndershmëria është përjashtuar. Shqipëria ka humbur respektin për vetveten sepse ka humbur respektin për ata që punojnë me ndershmëri. A kemi harruar sa vlen djersa jon? Institucionet heshtin, arroganca sundon. Një brez i tërë po largohet, jo sepse nuk e do Shqipërinë, por sepse Shqipëria nuk po e do më të vërtetën. Ata që dikur betoheshin për dinjitet, sot heshin përballë pabarazisë dhe shesin vendin për një privilegj më shumë. Edhe gjatë diktaturës, ndershmëria kishte një farë nderi. Sot është turp të ndershëm dhe lavditi është mashtrues. Jemi lodhur, jo nga puna, por nga padrejtësia, nga fasadat, nga gënjeshtrat, nga titujt bosh, diplomat pa dije, drejtësia pa ligj, politika pa moral. Kur një njeri e fiton kafshatën me djers, ai e sheh më qartë dallimin mes dinjitetit dhe talljes. Ai e njeh më mirë heshtjen që e ka zëvendësuar zëri në këtë shoqëri. Ai e kupton më thellë çfarë do të thotë të sakrifikosh, të durosh, të mos dorëzohesh. Edhe unë kam humbur besimin ndonjëherë, por nuk është politika ajo që na ka tradhtuar. Janë njerëzit e gabuar që kemi lejuar të qëndrojnë aty. Në Shqipërinë tonë të dashur, nuk kemi mungesë njerëzish, kemi mungesë përgjegjësie, nuk kemi mungesë diplomash, kemi mungesë dijesh dhe ndershmërie, nuk kemi mungesë ligjesh, kemi mungesë drejtësie dhe vullneti për t'i zbatuar, nuk kemi mungesë mundësish, kemi mungesë guximi. Universitetet heshtin kur diploma kthehet në monedhë korrupsioni, administrata hesht kur vota kthehet në çmim për favore, kur pushteti bëhet privilegj dhe jo përgjegjësi. Media hesht kur e vërteta është e pakëndshme për pushtetin, toka është djerr, jo për mungesë uji, por për mungesë drejtimi. Rinia ikën jo për mungesë dashurie, por për mungesë shprese. Dikur njerëzit besonin në një të ardhme më të mirë, edhe kur nuk kishin asgjë. Sot kanë më shumë liri, por nuk besojnë më as tek liria, as tek e ardhmja. Dikur e eksportonin punën, sot ne eksportojmë fëmijët tanë dhe importojmë bushllëkun që ata lën pas, duke mbushur ato me të huaj që nuk e njohin tokën ose dhimbjen ton. Ky nuk është zhvillim, është dorëzim. 11 maj i këtij viti nuk është thjesht një datë në kalendar, është një ndarje, një vit ndarse. Një pasqyrë ku secili nga ne duhet të shoh veten dhe me ndershmëri të kuptojë çfarë do, çfarë mbron. Është një mundësi për të dalë nga fundi i anestezisë kolektive, është një provë historike. A e dua mend këtë vend dhe të ardhmen e fëmijëve tan? A do të vazhdojmë të heshtim? A do të zgjedhim po të njëjtat rrugë që na kanë çuar në varfëri, në mërgim dhe shuarje shprese, apo do të kemi guximin të zgjohemi dhe të marrim përgjegjësinë në duart tona? Të gjithë themi se duam ndryshimin. Ndryshimi nuk vjen nga fjalët e bukura. Ndryshimi vjen nga vetdia, nga përgjegjësia, nga veprimi dhe mbi të gjitha nga vota. Të mos votojmë për të ndëshkuar, por për të ndërtuar. Të mos votojmë nga frika, nga inati, apo për një thesme premtime. Të votojmë me ndërgjegje, si qytetarë që nuk shiten dhe nuk heshtin. Të votojmë në mënyrë të tillë që nesër mos ulim syt para fëmijëve tan, sepse nuk patëm guxim dhe nuk i tham jo padrejtësisë, abuzimit, arrogancës, korrupsionit. Sepse një votë pa ndërgjegje është një plagë tjetër mbi trupin e këtij vendi. Ne nuk kemi nevojë për orator dhe ndjekës pasiv, por për njerëz të ndershëm që e ndjejnë dhimbjen e këtij vendi si plagën e tyre dhe që dinë të shërojnë me ndershmëri, jo më me recitime premtimesh. Na gjemojnë veshët nga fjalë të mëdha për 30 vjet. Është koha për vepra të thjeshta por të ndershme. Përpara se të kërkojmë bijve tan të mos largohen, le t'u tregojmë pse ja vlen të qëndrojnë, jo vetëm për bukurinë e maleve apo nostalgji, por për nderin e të jetuarit në një vend që respekton punën, dijen dhe drejtësinë. Një maj na kujton se dinjiteti fitohet me punë dhe se ndryshimi vjen vetëm kur njerëzit punojnë, protestojnë dhe zgjedhin. 11 maj na jep një mundësi për të filluar një kapitull të ri dhe ta kthejmë këtë dinjitet në realitet. Të mos e kërkojmë më atë dheun vetëm në poezi apo në flamur, ta ndërtojmë me veprim, ndershmëri dhe guxim. Ta nderojmë me një votë që nuk thellon plagët, por shëron, me një votë që nuk turpëron, por ngre kokën lart me dinjitet dhe shpresë. Punëtorët nuk janë vetëm pjesë e ekonomisë, janë shtylla e dinjitetit njerëzor. Për ta, për fëmijët tan, për ne që ende besojmë.